Nuk mundet mu akuzu. Ka sukses në qita aspekt. Por, në më hanë, infrastruktura pëse është kosovare, dhe se ti jep prerogativat, mloja, ekzekutive, infrastrukturat bjetë. Ma to që e ti balafaqojmë edhe, kështu pak se, po që ki marrë shënime, edhe ato shënime do t'i vjavë. A mund ta mohojmë që i ka hequr pjesën më të madhe strukturave paralele? S'mund ta mohojmë, apo? Jo. A mund ta mohojmë që e ka hequr dinarin? S'mund ta mohojmë, apo? A mund ta mohojmë që e ka ndaluar referendumin të cilin ti e ke përshëndetur? Po, absolutisht. Këto gjëra ti themi, i teksojmë, apo? Bile, unë e këndon që e ka prish ranin, se komunat paralele u dosht me jekt parat. E mos më me torë ka mas parë, e me asi. Qartë, a mund të themi që në këtë qeveri është bë liberalizimi? Mund themi. Po prandaj që mund themi se ka hinë fuqin nga ona e Bashkimit Evropian liberalizimi vizave, po megjithse teknikisht Kosova i ka përbush e din Albin Kurti shumë mirë ka marrë fasiklen e kaltër nga një kryeministër, cili do ka qenë, s'ka rëndësi, ku janë të përmbushur atë gjitha kriteret teknike. Me cilat kanë punu ekspertet policore të Kosovës me ekspertet e vendeve veç e veç, kush e din që shkon ajo punë, sepse vendet veç e veç duhet më i bindë mas pari, këna. Po Franca theki si keni plotsu këtë kusht. Jo, në fund ka votu po. Në fund. Dhe, liberalizimi po, i përshkruhet qeverisë Kurti, edhe këto s'mundet me mohu kërkush. Por, problemi është që na jemi në deficitet mloja në diplomaci edhe në alianca. Na i kemi tri, unë e pranoj, unë e përkroj, si kenen, si blerimin, kuptimin e prunave të manastirit Deçanit. Po mirë ka bon. Edhe këto du m'jo thonë shqiptarëve. Mësonu një herë për gjithmonë. Detyrat e shtetit duhet me i kryti kur. E jo me neglizhu, me shti në RTP. Se dikur fryet burlogu në RTP, edhe shkon havo, fluturon të pihu. Po, mirë ka bon që e ka pranu, por nuk e ka pranu në momentin kritik, sepse nëse ju kujtohet, na kemi diskutu këtu këtë punë. Prunat e manastirit Deçanit ju në pranu për shka Këshillit e Evropës. Këshillit e Evropës e lanë gjysë. Në gjysën finale. E lanë gjysë, se nuk e qoj dovnin gjukat kushtetuse, e cila beson një kolegë dashtët. Qaj draft në gjukatën kushtetuse që shënjohën ashtë sa një sistemin oksidental kushtetus, edhe të Kosovës, kurve s'kish kalu. Kurve s'kish kalu. Por, tuta. E tuta është ka herë këshilltari keq. Shiko, trimatve, kjo bët ju jetë asginave, jetë të conave, puni fundit. Bile Albini nuk e këmë bifdu, po do hartrim nishtë në hera, di ku menu që i krynë të punë. Problemin matë madhë, ku ta flosëm sigurinë nacionale në Kosovë, që e kemi hup aliancën e pakusht, që e kemi pas me shtetet e bashkuara. E kemi humbur? E kemi humbur Kosovën e re, që sot Kosova me Kosovën e re ose me gazda amerikane është superfuqi. Jo në rajon, në Evropë kolegë doshtë. Kosova e re... sot na provujmë 130% është rritë energjia veç në një vit. Kosova e re, nëse flasim për kontur global, nuk është humbur gjatë këtij 4 vjeçare, është humbur më herët sepse ata janë të rritur. Ata është humbur më herët. Me kundërshtimin brutal. Po, ka patur shumë që e ka kundërshtuar. Një pjesë më e madhe. E treta është që është domethënë kulmi. I gjitha këtyre është humbja e momentumit historik. Që ka me konë historik, e keni mu binë, që kumë thonë, e Këshillit e Evropës. Për shkak të Rusisë. Për cilin ti s'mund me himo. Për shkak të Rusisë. Hajde tash, le dalin shqiptarët e le të shojnë për Facebook. Vetëm pak se kërkoj replik Gashi për Matoshin, do ta lejoj këtë replik, sepse është në kuadër të debatit. Vetë në pyetjen e Matoshit në relacion me sigurinë nacionale, është vetë përgjigja në kreto, vetëm do shta shtoj, që është përgjigja në kreto ato që i tha. Jo për kontradikt në vetvete, sa ke shpjegim. Kreto ato që u përmendën, janë sigurinë nacionale. Replika për çfarë? Ndërtimi për me ndërtu infrastrukturë kosovare. A i bjen logjik shumë si